Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Hynë në fuqi tarifat doganore të Trump. Tarifat reciproke të presidentit Donald Trump ndaj 10 vendeve hynë në fuqi të mërkurën. Ato tronditën rendin tregtar global që ka ekzistuar për dekada, duke rritur frikën e recesionit dhe duke bërë që aksionet në mbar botën të bien. Indeksi SP500 ka humbur gati $6 trilion që kur Trump shpalli tarifat një javë më parë, humbja më e thellë 4 ditore që nga krijimi i tij në vitet 1950. Indeksi tani po i afrohet një tregu i përcaktuar si 20% poshtë nivelit të tij më të fundit. Shitja në tregjet aziatike rifilloi të mërkurën me Nikkei të Japonisë që ra më shumë se 3%. Monedha e Koreas së Jugut arriti nivelin më të ulët të 16 viteve dhe obligacionet e qeverisë pësuan humbje të madhe pasi investitorët u nxitën për të kërkuar sigurinë e para. Shtetet e Bashkuara do të rimarrin kanalin e Panamas nga dikimi kinez të martën sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth gjatë një vizite në kombin e Amerikës Qendrore. Pas bisedimeve me qeverinë e Panamas, ajo zotua të thelloj bashkëpunimin e sigurisë me forcat e Panamas dhe se Kina nuk do të lejojë të armatizojë kanalin duke përdorur marrëdhënie tregtare të firmave kineze për spionazh. China-based companies continue to control critical infrastructure in the canal area. That gives China the potential to conduct surveillance activities across Panama. Së bashku me Panama në krye, ne do të mbajmë kanalin të sigurt dhe të disponueshëm për të gjitha kombet, tha Pete Hegseth. Më shumë se 40% e trafikut të kontenjerëve në SBA, me vlera përësisht 200. Liderët e Bashkimit Evropian do të shqyrtojnë vendosjen e tarifave për 25% ndaj një sër importesh nga Shtetet e Bashkuara përfshirë çelikur, rroba dhe ushqimet, por jo ndaj pijeve alkolike. Ky veprim vjen pas vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të vendosur tarifa ndaj importeve nga Bashkimi Evropian. Zyrtarët e Unionit kanë deklaruar se opsioni i tyre i preferuar është një marrëveshje tregtare me Washingtonin që heq bariera tregtare e jo që i shton ato. Propozimet e Bashkimit Evropian përfshin 4 faza tarifash. Faza e parë që hyn në fuqi më 15 prill përfshin një tarifë shtesë për 25% ndaj perimeve, drithrave, duanit, disa automjeteve dhe elektronikës. Po ashtu mund të ketë një tarifë për 10% ndaj lodrave dhe lojrave. Faza e dytë është paraparë për 16 maj. Ajo përfshin tarifa ndaj më shumë llojeve të automjeteve, ekurit dhe çelikut të përdorur në Presidenti francez Emmanuel Macron ka bërë thirrje Donald Trump të tërheqë vendimin e tij për zbatimin e tarifave globale. Gjatë një komunikimi që ka zhvilluar me gazetarët, Macron ka thënë se Europa nuk do të donte kur kaos. Ai shton se Komisioni Evropian është duke udhëhequr reagimin e shteteve anëtare të Unionit. Tarifat e Trump duket se nuk kanë kursyer dhe sektorin e shëndetësisë, ku Mbretëria e Bashkuar do të vuajë pasojat e para. Wes Streeting, sekretari i shëndetësisë në Mbretërinë e Bashkuar, paralajmëroi se vendosja e tarifave mund të ndikojë në prodhimin dhe furnizimin me barna. Ai tha se vendi ka pasur vështirësi në prodhimin dhe furnizimin e ilaçe ndërkombëtarisht, por shtoi se kjo mund të përkeqësohet nga tarifat të 10% të vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në intervistë Streeting theksoi se kjo do të shtonte një tjetër vështirësi për industrinë dhe se do të monitorojë me kujdes situata. Ai shpjegoi se disa faktorë janë në lojë kur bëhet fjalë për sigurimin e aksesit të qytetarëve në barna. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.